Inteligjenca amerikane ka të dhëna të reja se Izraeli mund të jetë duke u përgatitur të godasë objektet bërthamore iraniane duke përshkallëzuar tensionat mes Washingtonit dhe Teheranit, ndërsa presidenti Donald Trump paralajmëron se koha po mbaron për të siguruar një marrëveshje bërthamore. Sipas CNN, inteligjenca përfshin komunikime të përgjuara izraelite, vëzhgime televizive ushtarake izraelite dhe deklarata nga zyrtar të lartë izraelit që sugjerojnë se përgatitjet për një sulm mund të kenë nisur. Një sulm izraelit ndaj Iranit do të shënonte një përçarje me administratën Trump, e cila aktualisht është angazhuar në bisedime bërthamore me Teheranin. Një veprim i njëanshëm nga Izraeli mund të shkatërrojë përpjekjet e brishta diplomatike e potencialisht të shkaktojë një konflikt më të gjerë në të gjithë lindjen e mesme. Zyrtarit e cituar në raport vënë në dukje se ndërsa Izraelit i mungon aftësia për të eliminuar programin bërthamor të Iranit pa ndihmën e SBA-s, ai mund të veprojë në mënyrë të pavarur nëse sheh marrëveshjen përfundimtare si të panmjaftueshme. Një burim i njohur me inteligjencën tha se gjasat e një sulmi janë rritur ndjeshëm muajt e fundit, veçanërisht nëse një marrëveshje dështon të fshijë rezervat e uraniumit të Iranit. Pavarësisht kësaj, udhëheqja izraelite nuk ka marrë një vendim përfundimtar dhe ka mosmarrëveshje brenda qeverisë amerikane nëse do të ndodhë një sulm apo jo. Trump ka paralajmëruar se oferta e tij për diplomaci me Iranin nuk do të mbetet në dryes për një kohë të pacaktuar, duke e kërcënuar me presion maksimal, duke përfshirë dhe çuarjen e zero të eksporteve të naftës iraniane nëse bisedimet dështojnë.